Kupa. Nëse shohim në të gjithë mitologjit e gjithë kulturave gjejmë një paralele që na tregohet për një objekt të emërtuar kup. Dhe më e njohura ndër këto histori është kupa e shenjtë, e njohur ndryshe si Sacrum Graal, por që na përcillet me emërtesën kupa. Kemi thënë se gjuha shqipe është qelësi i dëshifrimit për të kuptuar të vërteta të cilat nuk shkruhen në asnjë libër. Pra le ta përdorim këtë qelës për të marrë njohuri të cilat zorë se i kupton kush pa këtë qelës të artë. Kup në gjuhën shqipe do të thotë kap, e kupt do të thot e kapur. Kupt plus imi pra e imja do të thot në shqip kuptimi. Pra kupa ime është ajo çka unë kam kap, kup ose kuptuar. Kupa pra si objekt nuk ka asnjë rëndësi. Ajo është një fjalë që i tregon kuptimin atij që mundet me kap, me kup. Pra nuk ka të bëjë me materialin, por me domethënien. Pra sipas gjuhës shqipe, nuk ekziston asnjë kup si objekt i shenjtë e hyjnor, nga ku fitohet ose do të fitohej jetë gjatësi e përjetshme, ose njohuri e madhe, hyjnore, nga përdorimi i saj magjik pra. Por thjesht tregon kuptimin e asaj mitologjie apo asaj që paraqitet akoma si histori e vërtet për shumë prej jush. Grali i shenjtë përshkruhet si kupa që Jezusi përdori në darkën e fundit. Dhe sipas legjendave, kjo kup më vonë u përdor për të mbledhur gjakun e tij gjatë kryqëzimit. Por më pas në kohë të gjithë kërkonin të shtinin në dorë këtë kup të shenjtë. Pra kërkonin gralin si një simbol i pastërtisë shpirtërore dhe fuqisë hyjnore. Pra kërkonin kupën time, kuptimin ose atë që të ngre lart, gra, alt, nalt. Dhe këtu duket qartë se të gjithë ata që kërkonin ose besonin se kjo kup ekzistonte, nuk kishin kup fare thelbin e kësaj historie. Dhe nuk mund të ngrihen pra lart, gra, al. Thuhej dhe thuhet akoma dhe sot se ai që e gjen gralin fiton jetë gjatësi ose njohuri të madhe hyjnore. Disa e shohin kupën si shpëtimin ose ndryshe të pavdeksisë shpirtërore. Nëse nuk je fetar, mund ta shohësh si diçka me vlerë të madhe, qoftë njohuri, mençuri apo ndonjë sekret të fshehtë. Në histori shumë njerëz kanë kërkuar gralin dhe disa madje kanë shpenzuar pasuri të tëra dhe kohë pafund, duke mobilizuar dyzina me mercenar, studiues e shkencëtar për ta gjetur atë. Por askush nuk ka mundur dot të gjej kupën ose kuptimin. Kjo histori ka frymëzuar libra, filma dhe teori pafund.
Pra ka dhënë ëndra pafund, ka dhënë shpresë dhe shumë të tjerë kanë mbushur xhepat e tyre duke shkruar histori pas historish për kupën ose kupën time. Kupa e Dionisit në mitologjin pellazgo-ilire. Dionisi, perëndia e verës dhe e festimeve, shpesh paraqitet duke mbajtur një kupë vere. Kjo kupë simbolizon gëzimin, pjellorin dhe lidhjen me hyjnoren. Pra me pak fjalë lidhja me shpjegimin në shqip, kuptimin e jetës dhe lidhjen me natyrën dhe përfitimet duke jetuar në harmoni me të. Kupa e Jamshidit. Në mitologjin persiane ekziston legjenda e kupës së Jamshidit, një enë legjendare që thuaj se përmbante eliksirin e pavdeksisë dhe mundësonte shikimin e ngjarjeve në të gjithë universin. Kjo kupë simbolizon dijen e pakufishme dhe fuqinë hyjnore. Pra përsëri lidhet me shqipen dhe kuptimin për dijen e pakufishme dhe fuqinë hyjnore. Kupa e Lotos në budizëm. Në traditën budiste, Loti është një simbol i pastër dhe ndriçim shpirtëror. Në disa tregime, Buda paraqitet duke mbajtur një kupë në formën e një lule lotusi, e cila simbolizon rrugën drejt ndriçimit dhe kuptimin e thellë shpirtëror. Në mitologji nordike, perëndesha Freyja zotëronte një kupë të artë, që simbolizonte dashurinë, bukurinë dhe pjellorin. Kjo kupë ishte një simbol i lidhjes së ngushtë midis njerëzve dhe perëndive. Kupa e mbretit Artur në legjendën keltike. Në legjendën keltike, mbreti Artur dhe kalorësit e tij kërkonin Graalin e shenjtë. Një kupë që thuaj se kishte fuqi shëruese dhe mund të siguronte pavdeksin. Kjo kupë përfaqësonte kërkimin e së vërtetës dhe të shenjtës. Tani, kuptimi i përbashkët nga gjithë mitet është i njëjtë. Në të gjitha këto tregime, kupa shërben si një simbol i fuqishëm që përfaqëson kërkimin e së vërtetës dhe dijes. Një dëshirë për të kuptuar misteret e jetës dhe ekzistencës. Pavdeksin dhe ndriçimin shpirtëror. Një aspirat për të arritur një gjendje të përjetshme ose të ndriçuar. Lidhjen me hyjnoren, një simbolik e lidhjes midis njerëzve dhe forcave hyjnore ose kozmike. Këto tregime pasqyrojnë dëshirën universale të njerëzimit për të kapërcyer kufizimet e veta dhe për të arritur në një gjendje më të lartë të ekzistencës përmes kuptimit dhe lidhjes shpirtërore. Pra në të gjithë këta mite anëmban botës, kemi të njëjtën simbolik e cila mbart në vetvete kodin e gjuhës shqipe, kuptimin. Kuptimin e jetës, lidhjen e asaj që të gjithë duan që të arrijnë në jetë. Dashurin, bukurin, pjellorin, jetëgjatësinë, dijen e pakufishme dhe fuqinë hyjnore. Dhe që të arrihen të gjitha këto duhet me kupë. Me kap thelbin
e gjithçkaje. Mirë po si gjithçka në gjuhën shqipe të jep dhe anën tjetër, e mbase edhe të vërtetën e hidhur. Kupa ka dhe kuptimin e kup është. E kapur pra, e burgosur, jo e lirë. Pra për të gjithë ata që e kupën thelbin e kësaj videoje dhe u ngritën lart pra gra al, shihemi në videon e radhës.